të ri në Shqipëri? Unë kam që në shtator 2024 që kam ngritur pretendimin tim, në atë kohë që nuk e besoj njëri, po tani kam filluar ta besojnë gjithë, që Shqipëria është projekti i krijimit të një Izraeli të ri të shoqërisë së hapur, e kundërta e Izraelit sionit. A do shkatërrohet Shqipëria krejt? Siç e shohim ne me të gjitha dhënat që kemi për ditë, rezulton që të gjitha politikat e qeverisë synojnë të sillin kolon nga si thosh kolon judej, që ne në Shqipëri themi me ëmbëlsi çufo. Ka qenë një libër Çufo dhe Bubi Kaçorrel. Dhe ne i themi Çufo për shkak të mos them në fjalës çifut, me fjalë për këtë arsye. Dhe e dyta është që e kemi të sigurt nga të gjitha dhënat tona që tokat bujqësore të Shqipërisë po i vjen aty në dispozicion, janë vlerësimi i madh i pronave të patunshme si fuqia më e madhe huaj në Shqipëri për këtë qëllim. Kemi dhëna tashmë që po gjitha marrëveshjet e bashkëpunimit që po bëhen me ta synojnë bujqësinë dhe blegtorin që ti marrin ata, po si në asistencë gjëra teknike, po hapi një bankë me disa mashtrues aksioner që është bankë digjitale. Ajo që është më e rëndësishme nga të gjitha, 4 ministra e kemi të tyre, që është Ministri i Brendshëm, i Jashtëm, i Drejtësisë edhe i Mbrojtjes, që janë kuptimin shabat gojim të tyre, 2 prej tyre janë sionistë njohur. Kemi tashmë të gjithë sigurinë kibernetike, të gjitha faqet online, gjitha dhënat tona në duart e tyre në Shqipëri, dhe mbi të gjitha këshilltari ekonomik Edi Ramës, që ka bërë Shqipërinë, si thosh, këtë vend të shpopulluar që kemi ne sot këtu, quhet Ricardo Hausmann dhe është një çufo nga Venezuela, që është kontraktuar nga Soros dhe Sokratis Kokalis në vitin 2013 që të bëjë këtë Shqipëri që kemi, quhet agjenda e shpopullimit. Tash ka thënë agjenda e ripopullimit. Kanë hapur një ambasadë me urgjencë në Indi, me një marrëveshje drejt për drejt për të sjellë 1 milion indianë në Shqipëri. Dhe po ashtu kanë bërë një marrëveshje me Filipinet për të sjellur 10.000 mbas 100.000 Filipinas, sepse Filipinasit dhe indianët janë të vetmit sklever të përshtatshëm, friendly për kolonët e ri judej që do vinë në Shqipëri. Tashmë e gjithë territorion, gjithë tokat bujqësore, tokat kullotat, paketa e maleve, paketa investorëve strategjik, gjitha plazhet tona, pak nga pak, brenda 5 vjetësh deri 10 vjetësh do të jenë, si thosh, me flamurin e Izraelit ose me flamurin e shoqërisë së hapur të George Sorosit. Sepse sipas meje, George Sorosi në të majt, Bibi Netanyahu në të djathtë apo Jared Kushner në të djathtë, janë dy duar të njëjtës kokë, të njëjtit oktapod që quhet Rothschild Family and Co, të cilët si thosh luajnë me të majtën dhe të djathtën, dhe në Shqipëri një punë e bën Sorosi, që është e majta si thosh, dhe një punë e bën Jared Kushner me Ramën, që është halli i Ramës, që të gjejë shpëtim në Amerikë, sepse i kanë dhënë dënimin që ky njeri nuk do të shpëtojë dot nga Amerika. Për të shpëtuar nga kjo gjë, ai shfrytëzoi luftën në Iran, sepse para luftës në Iran ne diskutonim kur do arrestohet Rama, bashkë me Belinda Ballukun. Në momentin që filloi lufta në Iran, Rama shpëtoi. Sepse ka hallet tjera bota. A ka humbur Amerika luftën në Iran? Unë nuk besoj që Amerika ka humbur në luftë në Iran, unë besoj që Amerika ka pas një plan që të, si thosh, humbas në dukje një luftë, por në fakt të forcoj pengmars, atë targetin që i ka dhënë urdhër pengmarsi për të shkatruar. Pengmarsi është Izraeli, Amerika është vendi i pushtuar dhe Irani, që duhet të shkatronte Amerika, në fakt u fuqizua nga Amerika, pikërisht për të hequr qafe pengmarsit, që është lobi i fuqishëm jude në Amerikë. Edi Rama ka shpëtuar, po thonë, nuk arrestohet. Për momentin, sa të vazhdojë luftë, Po kush është më i mirë dhe kush është për popullit, domethënë kryeministri jon këto që i kemi aktual, Albin Kurti apo Edi Rama, sipas juve? Janë të dy zogj të kyçes Soros, janë të dy zogj të kyçes greke dhe serbe, janë të dy zogj të kyçes të establishmentit global. Pse po thu se janë akuza trona për kryeministrin Kurti serbe? Unë e kam që në 2004 që jam i bindur që Albin Kurti ka ardhur në një agjendë njësoj si Enver Hoxha në Shqipëri, që agjenda është si do të aprishim Kosovën me Amerikën, sepse nga që s'kemi çaj bëjmë Amerikës me Kosovën, atëherë kemi çaj bëjmë Kosovës me Amerikën. Dhe unë kam monitoruar Albin Kurtin. Kjo është e rëndë. Do të thotë që Vasat Çobrillovicin po do më ia çuam amanetin vend? Unë kam monitoruar Albin Kurtin nga viti 2004, mund të jemi vetëm shqiptar që kam monitoruar që në 2004. Kam 22 vjet që e them këtë gjë. Ky njeri ka ardhur këtu pikërisht për të krijuar frymën e parë anti-amerikane me patriotizmin. E nisi me organizatën Otpor serbe, bashkëpunimin me Kanin. Unë i kam parë në Tiranë që kanë ardhur bashkë me serbët. Ky ishte me një shoqat shqiptaro-serbe kosovare në atë kohë që quhej Kan dhe financohesh nga Sorosi, dhe ky vetë është pjesë e networkut Soros. Unë kam monitoruar që 22 vjet gjithë mediat e Sorosit në Shqipëri dhe gjithë shoqëria civile e Sorosit në Shqipëri promovonte Albin Kurtin që fliste për vetvendosje, pra për të kundërt në shoqërisë së hapur, dhe projekti ka qenë i Miloševićit dhe i Shërbimit të Sigurisë serbe në atë kohë në vitin 99, si ne do të krijojmë në Kosovë një frymë anti-amerikane. Kush është rruga? Patriotizmi. Pra do bëjmë një patriotizëm anti-amerikan. Si të dëmtojmë këto marrëdhënie. Dhe kur ka pas një debat Albin Kurti me disa zyrtarë amerikanë
Amerikanë tash së fundi kur qeveris, pra si kryeministër, ata kanë thënë ti nuk e ke me ne. Ti se ke me Trumpin, ti se ke me Biden, ti se ke me Obama, ti ke me të gjithë, ti ke pas dhe me Bushin. Ti je historike. Pra ti e ke me Amerikën, se ke me një palë. Dhe unë jam i bindur që Albin Kurti po ripërsërit agjendën shqiptare të shpopullimit, sepse unë nga të gjitha dhënat që shoh një krizë themelore në Kosovë, siç e pash në 2014 në Tiranë që asnjë nuk e shifte. Dhe unë ndihemi të rishtuar kur vi ftuar këty, sepse e di që po vi në një vend që s'do më gjojë askush, gjithë do më shajnë, por nuk e kuptojnë dot që mas 10 vjetësh ata do më thojnë ka pasjen një avokat që kishte drejt. Dhe ky është mallkimi Kasanës. Kur je taku, bravo, do të gjetje për avokatët. Kur je taku me disa njerëz se mboni përshtypje në biseda private. Më ndodhi në Durrës vetëm para 2 javësh, shkova në Durrës, aty unë kaloj çdo weekend. Takova 2000 shqiptarë të Kosovës, se i takoj vazhdimisht kur shkoj në Durrës, po i takova në pavarësisht në 2 pika të ndryshme. Të dy ishim votues të Albin Kurtit gjithmonë, edhe unë bëja gjithmonë debat të ëmbël me ta se kam miq. Dhe hera parë ku njëri më tha, ka fillu tha me dyshu tha.